Tregtarët e tregut të fruta perimeve, por edhe ata të tregut industrial protestuan përpara Bashkisë së Vlorës kundër zhvendosjes së tyre në Jalli të Nartës, për shkak se tregu aktual do të rikonstruktohet, që prej datës 8 maj ata nuk janë lejuar të futen në treg, ku ju ka mbetur një pjesë e mirë e mallrave që ata shesin, duke shkaktuar humbje të mëdha ekonomike. Edhe kjo motra që është atje që shetë në tesë dhe duhet të sistemohet, edhe unë e tjetëri. Kam 20 vjetë pagoj licencë për këtë punë. A i s'më në të futëm të marë mali, jo më të punoj. Dyqanet do shëndrojnë, të gjithë tregtarët kanë bërë furnizimet si gjithmonë. Tani vinë sot papritur dhe na nxjerrin me forcë, thonë nuk lejohet vjen Tregtarët kërkuan një takim të menjëhershëm me kryebashkiaken Brunilda Mersini, duke tentuar të hynin me forcë. Tregtarët thonë se zhvendosja në Jalli të Nartës është kosto e shtuar për ta, duke kërkuar me ngulm gjetjen e një hapësire të përshtatshme për ta brenda qytetit të Vlorës. Jo në Jalli ose turpi zotit, se kemi ka vite kemi mbatur këtë popull e kemi mbatur në orë, se kam mbatur ajore, papa. Ne kemi nevojë atje të vish tek mua në treg, kish vjen kur merr votat, me 200 ushtana mbrapa. Atë dhe tek mua pralli që kam unë. Më shumë nuk vetet dot asnjë njeri se do makinë të vijë atje. Gjyna e madhe. Po për saktor se ka qenë vende vlora. Tregtarët kërkojnë të futen në bizneset e tyre sipas marrëveshjes së mëparshme, ku ju është thënë se nuk do të largohen dyqanet për vetëm tregtarët ambulant, ndaj ata vjen të qëndrojnë para Bashkisë Vlorë në pritje të një reagimi nga personat përgjegjës.